Tani çfarë kuptuat me këtë padi, sepse faktikisht një gjyqtar e vendosi që të arkivonte, një gjyqtar tjetër kërkoi që çështja të vazhdonte hetimi, pra të plotësohej hetimi, mendon se kjo vjen si një lloj, le të themi, gabimi spakut në anën procedurale, nuk është kryer si duhet, u vendos kompania në mënyrë jo ligjore, në sekuestro, si e keni parë? Jo, nuk mendoj domethënë që spaku në rastin të konkret ka gabuar. Arsyeja është fare thjesht. Ne kemi të bëjmë ose kishim të bënim me një sekuestro, jo me një konfiskim. Dhe sekuestro mund t'i bëjë gjithkujt, domethënë që vendoset në një jetim nga ana e spakut. Pra, për ta thënë më thjesht, Suel Çelës apo të afërmet Suel Çelës nuk është konfiskuar, le themi, pasuria që ata kanë vendosur në Itali. Spaku, në bazë të hetimeve që pas bërë në Shqipëri, krejt normale do të ishte që të kërkonte jo vetëm sekuestrimin e pasurive për personin në fjalë që ishte në hetim në shtetin shqiptar, por edhe ku ai mendonte domosdoshmë se mund të kishte investuar në rastin konkret në Itali. Pra ishte normale që ta kërkonte spak një gjë të tillë. E para. E dyta, ne nuk mundet absolutisht që të paragjykojmë le të themi vendimet e gjykatave të tjera, qofshin këto dhe italiane. Gjykata italiane, në rastin konkret, ka analizuar gjitha faktet konkrete në raport me pasurit, mënyrës që janë vënë dhe derdhjen e parave kur janë le të themi paguar këto pasuri, nuk ka gjetur shkelje penale në lidhje me ato çështje dhe mund të mos ke gjetur, sepse në territorin italian ndoshta Suel Çela ka operuar në mënyrë të ligjshme. Kjo nuk është e thënë, domethënë, dhe janë blerë në mënyrë të ligjshme dhe prandaj i ka sekuestruar. Gjithçka tjetër që ka ndodhur më pas, për cilën ti më bëre pyetje, për mendimin tim është vetëm një qasje procedurale, është një lloj shantazhi, presioni, një lloj inati, quajeni si duani juve, që le të themi familja Çela në rastin konkret ka ndaj spakut si institucion. Kjo mund të merret edhe si një lloj shantazhi apo presioni që shiko, u mundëm një herë proceduralisht, mos tentoni më që të na vini në hetim, sepse duhet të kuptojmë Andi. Suel Çela vijon të jetë në kërkim, vijon të jetë në hetim nga ana e spakut. Prandaj unë gjykoj domethënë që kanë bërë këtë lloj lëvizje. E dëmton hetimin, avokat, e dëmton hetimin kjo padi, e dëmton pozicionin e ish-kreut të SPAK Altin Dumani. Pra, a funksionon ky shantazh? Nuk funksionon fare, nuk funksionon fare, nuk e dëmton fare hetimin. Madje ata kanë shkuar, le themi, mbrojtësit e zotit Suel Çela ose të familjes Çela, më mirë, për që më korrekt, në Itali kanë, le themi, denoncuar ose paditur Altin Dumanin, por do duhet të saktësojmë diçka, Altin Dumani nuk ka qenë prokurori i çështjes Suel Çelës. Tjetër kush ka qenë prokuror? Altin Dumani ka firmosur shkresën për prokurorinë italiane apo për gjykatën italiane, thjesht si drejtuesi i spakut, jo si prokuror i çështjes. Pra edhe këtu ka një, le të themi, po ja themi një paqartësi nga ana e avokatëve të familjes Çela në raport me atë çfarë duhet të padisnin. Pra, tjetër gjë është të padisësh institucionin e spakut, tjetër gjë është të padisësh prokurorin e çështjes, sepse është ai që ka bërë, si thua, hetimin e çështjes. Prandaj dyshoni për një shantazh? I bën një lloj presioni spakut dhe jo prokurori i çështjes. Prandaj dyshoni për një shantazh, sepse janë drejtuar me emër dhe nuk janë drejtuar institucionit. Fix kjo është. Dhe më beso, do jetë një hiç gjë, një nul çështje. Ne e kuptoj. Nëse megjithatë, hetimet të cilat janë bërë midis SPAK dhe Guardia di Finanzas, ne duhet ta kuptojmë që kanë qenë hetime që kanë rezultuar të suksesshme në një pjesë të mirë të dosjeve dhe në një pjesë të mirë ku janë goditur emra të mëdhenj të botës krimit, pasi duhet të kuptojmë që një pjesë e mirë e grupeve kriminale shqiptare kanë pasur akses në Itali për të kryer operacionet e tyre të aktiviteteve kriminale dhe që sigurisht kanë një akses të madh në tregun e kokainës në shtetin fqinj dhe sigurisht kanë qenë gjithnjë subjekti hetimeve nga Guardia di Finanza dhe sigurisht nga drejtoria antimafjes italiane. Ne kujtojmë një sër operacionesh të cilat janë zhvilluar
midis SPAK dhe autoriteteve italiane, ku pasere edhe prokuror të rëndësishëm të antimafes italiane kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë bërë po ashtu konferencat përbashkëta me hetuesit e çështjeve të caktuara dhe me drejtuesit e prokurorisë posaçme dhe me sa duket le të them janë hetime të cilat vijojnë pasi indicjet të çojnë të mendosh që kërkohet nga ana e shtetit italian goditja e grupeve kriminale shqiptare, pasi nëse do të kujtojmë edhe raportin e shërbimit të sekret italian për vitin 2025, duket se grupet shqiptare le të themi që ndrojnë në majën e piramidës aktiviteteve kriminale në zona të ndryshme, të rëndësishme të Italisë, duke i çuar deri në lidhje me ndragetën. Dhe që sigurisht edhe kur përfshihen shqiptarët, patjetër që do përpiqen sigurisht grupet kriminale të gjejnë çdo akses dhe çdo hapësirë të mundshme ligjore për të shpëtuar, për të shantazhuar, për të kërkuar të drejtën e tyre nëse pasuria si në rast konkret mund të jetë e lishme e të tjera me radhë. Mirë avokat, mund do doja të ndaleshim tek një tjetër çështje, do doja të flisnim për ekstradimin, më saktë arrestimin dhe ekstradimin e pritshëm të Ermal Beqirit. Sigla tutem regjia. Ermal Beqiri u arrestua në datën 24 korrik 2026, pasi po fluturonte me avionin e tij privat mbi centralin bërthamor në ndërtim Penil në Francë dhe që po fluturonte në kuotën që lejon pra shteti francez që të fluturosh, duke ngritur dyshime edhe për çështje të spionazhit tek autoritetet franceze. Fillimisht mori një gjob prej 7.000 eurosh dhe është në masën e sigurisë arrest në burg, pasi gjatë verifikimit, procesit të verifikimit, u konstatua që Ermal Beqiri ishte me red notice, pra me një lloj njoftimi apo alarmi të kuq, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e posaçme SPAK për një sër veprash penale të cilat lidhen me dosjen e Akshit. Ndërkohë, është kërkuar nga ana e SPAK, siç njoftoi edhe në njoftim zyrtar për procedurën, është kërkuar pra ekstradimi i tij, por dhe sekuestrimi i pasurive. Avokat Leonard Karaj, tani çfarë kuptove me gjithë të zhvillim? Se do doja të kuptoja se nuk kemi pasur mundësi të flisnim bashkë për Ermal Beqirin. Tani, çfarë kuptove ti aty këtë arrestimi? Si u arrestua ashtu, se duket sikur kap gafil, ishte një gabim që e çoi drejt burgut, se ndërkohë edhe pse ishte shpallur në kërkim s'po e kapte askush. Është një shprehje e bukur, Andi, qorri e gjen pusin vet, thonë. Pra, edhe kur ti ke një shtet prej kartoni, sikundër është ky shteti jon, i cili të shpall në kërkim, po e ka të vështirë pastaj për të kapur, madje në rasti konkret Ermal Beqiri dhe shumë të tjerë janë jashtë Shqipërisë, jashtë territorit të Shqipërisë, po imagjino këta që janë akoma në kërkim dhe janë brenda territorit të Shqipërisë, sipas gjitha gjasave. Dhe këtu nuk arrin do t'i kap. Nëse rëndësishme është domethënë që për shkak të budallallëkut të vet, Ermal Beqiri sot është në pranga. E thënë qartazi, bukur dhe pastër, dhe jo për shkak të zotësisë së agjentëve të SPAK-ut, Interpolit apo të shtetit shqiptar, po duhet i konsiderohen në të gjitha mënyrat. Ermal Beqiri ishte duke bërë jetën e tij përrallore, si shumë të tjerë të cilët e kanë rrjepur buxhetin e shtetit shqiptar, taksat e qytetarëve shqiptar. Dhe tani më thjesht ishte në atë koloninë e vet në Francë, sepse Ermal Beqiri që ta din shqiptarët ka një të shkuar në shteti francez, e njeh shumë mirë shteti francez sepse ka bërë studimet atje, ka një, si mund të thash, një të shkuar dhe thjesht ishte duke jetuar jetën e tij të 3, të 4 apo të 5, konsideroj si doni, sepse këta kanë marrë aq shumë para sa që po jetojnë 3 apo 4 apo 5 jetë, që të kuptojmë drejt. Para se të vite ekstradimi, të shpjegojmë dy gjëra shumë të rëndësishme. Për ata që nuk e dinë, domethënë që e kanë dëgjuar thjesht Ermal Beqiri si emër, po kush është ky, çfarë bëri ky, si është historia e këtij. Ermal Beqiri është ai person i cili, të paktën nga viti 2011 e mëtej, ka treguar që ka lëvizur le të themi levat më korruptive që ka pasur, po e quaj unë inteligjenca shqiptare në këtë vend. E para ka qenë video Meta Prifti. Po ta mbani mend, ajo video e famshme që publikoi asokohë mediat shqiptare nga ana e Dritan Priftit, gjykata jon kërkoi një akt ekspertimi nga ekspert të fushës për të treguar në qoftë se kishte pasur ndërhyrje apo jo, pra ishte autentike apo jo. Shefi
i atij akt ekspertimi ka qenë Ermal Beqiri. Dhe Ermal Beqiri aso kohë atë video e nxorri si të pavlefshme. Dhe në bazë të asaj video, Elir Meta shpëtoi, doli nga burgu, ose domethënë u pushua çështja. Pra, gojet e liga, Andi, flasin për shifra marramëndse që Ermal Beqiri mund të ketë marrë asë kohë thjesht për këtë lloj pune që i ka bërë, le themi, servisi që i ka bërë asë kohë Ilir Metës dhe LSI-s në atë periudhë kohore. Nuk mbaron me kaq. 2 vite më vonë, 3 vite më vonë, viti 2014, le themi Edi Rama dhe Ilir Meta sapo kishin ardhur në pushtet, Ermal Beqiri riduket edhe një herë, tani jo më thjesht në krahun e Ilir Metës, por edhe në krahun e maxhorancës. Po ta më kujtoni mirë, ka qenë një video ku Spartak Braho, së bashku me Ermal Beqirin, futeshin në zyrat e tatimeve, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, dhe atëherë është plasi një skandal i madh aso kohë, e cila kishte të bënte me të gjitha të dhënat e subjekteve e bizneseve shqiptare. Pra, Spartak Bravo aso kohë, të paktën çfarë është thënë nga media, së bashku me Ermal Beqirin, në kohën kur drejtoria e përgjithshme e tatimeve drejtohej nga zonja Bisita Shehej, kanë shkuar, kanë ndërhyrë, mënyra aty se si kanë ndërhyrë, me leje apo pa leje, nuk e di këtë histori, dhe kanë arritur të marrin të gjitha të dhënat e bizneseve shqiptare, nga ato më sensitive dhe ato që janë deklarative. Atëherë që një, le të themi, skandal i madh, i cili u mbyll aty për aty pikërisht nga Ermal Beqiri. Sepse ai ishte, le të themi, që kishte levën e Arkimedit në dorë. Kjo ka qenë avokat pa shkuar bizneset të regjistroheshin tek Akshi pa pasur i Albanian, apo e ndërtonin paraprakisht, ë? Akoma jo. Okej. Akoma jo. Pastaj erdhi i Albania dhe Akshi, dhe aty te i Albania dhe Akshi, thjesht Ermal Beqiri vendosi perandorinë e tij. Kur them perandorinë e tij, po flasim për miliarda, le themi, lek ose miliona euro, të cilat Akshi ja ka dhënë në dispozicion Ermal Beqiri dhe kompanive të Guask, të cilat ai nuk ka pas një, ka pas disa kompani, dhe jo më kot pasaj mrapa, Oreksi ju fut edhe zotit Ergjys Agasi dhe shumë të tjerë të cilët u morën me çështjen. Mos harrojmë, tek Akshi ne dim vetëm ato çfarë është publikuar, po jo ato çfarë nuk janë publikuar, sepse tek Akshi shumë tendra bëheshin në mënyrë sekrete. Pra, pa dijenin tënde si media dhe time si qytetari këtij vendi. Po patjetër, po, e vërtet është një pjesë e tendrave janë klasifikuar sekret për shkak të rëndësisë. Pra, ne nuk e dim akoma se sa miliona euro mund të kenë qarkulluar këta persona tek Akshi, tek siguria kombëtare. Dhe se sa vulnerabël kanë qenë të dhënat tona sensitive si qytetar shqiptar. Unë besoj fort domethënë që ne shqiptarët janë njerëzit me asnjë lloj sekreti. Zero sekret kanë shqiptarët. Po gjithsesi kjo është histori e gjatë, domethënë do të rish deri nesër mëngjes me ty bashkë që ta analizosh përse jemi në këtë lloj farë derexheje. Pikërisht për shkak të këtij akshi. Avokat tani po. Pastaj ndodhi ajo historia thash dhe le të themi e nehetimeve të ndaj Akshi dhe këty zotëria u largua. Sot jemi në pikën kur sipas Spakut ky personazh jo vetëm që kishte jaht, makinat luksoze, vila e shtëpi në gjithë vendin, por kishte arritur gati edhe të blinte një kështjell në Francë, dhe ajo nuk është një kështjell do si do anti. Çfarë bën veçantë? Ajo është një kështjell quhet Chateau d'Auteuil, është rreth 1200 metër katror kështjell, pra ka me shumë dhoma dhe sigurisht me anekset e veta, në një hapësirë shumë të madhe gjelbëruse, pra e ka fjalën duke futur këtu edhe oborrin, po themi, diku te 10 hektarë, e ndërtuar në fundin e shekullit 16 dhe në fillimin e shekullit të 17, pra 4 shekuj më përpara, sipas stilit të Luigi të 13 në Francë, dhe është ndërtuar nga le të themi pasarësit e familjeve të Borbonëve. Pra ka një lloj historia aristokratike ajo kështjell, nuk është thjesht një gjë kështu, hajde se po e themi.
Ermal Beqiri ka arritur që ta marrë ta blej këtë kështjellë për gati 2.6 milion euro dhe e ka poseduar për një farë periudhë kohore deri tani që është vënë në sekuestër dhe nuk e dim se si do shkoj historia e saj. Nuk dihet nëse Ermal Beqiri e ka marrë për vete atë kështjellë apo ka qenë thjesht një lloj prestanome për dikë tjetër më të lartë se sa ai, dhe kur them më të lartë se ai e kam fjalën për drejtoreshën për shembull, për kryeministën, zëvendës kryeministë, për gjithë këtë pushtetshëm të cilin, domethënë Ermal Beqiri mund t'i kishte nën lyçim, nën kokë ka fjalën. E qartë. Kjo është historia e tij. Ndodhi, e mbyll. Ndodhi, le të themi, gafa amatoreske e tij. E quan gafa amatoreske apo diçka ju mund të dyshoni? Absolutisht është një gafë amatoreske, nuk do kishte ndodhur kurrë ajo që ai s'do kishte kaluar, domethënë aty ku kaloi me idiotizmin e tij apo them unë. Edhe ta thash fillim qorri e gjen pulsin vet Landi. Mos u lodh fare për këtë histori. Tani Ministria e Drejtësisë shqiptare, unë di që i ka nisur të gjitha procedurat dhe ka çuar dokumentacionin përkatës për ekstradimin e tij. Besoj fort me 99.99% Ermal Beqiri do të ekstradohet. Pra nuk do ketë asnjë lloj shansi që të mund të qëndrojë në le themi në Francë dhe të mos ketë mënyrën domethënë për tu si të thuash ekstraduar në Shqipëri, sepse ai nuk është as edhe një njeri politik, për shembull që duhet të marrësh analogji me Arben Ahmetajn për të kërkuar, le të themi, në një gjykatë franceze fakte të tillë të tipit, domethënë që mua më rrezikohet jeta, bla bla bla, historia të pra kërkoj azil politik. Pra nuk është çështja e azili. Është edhe fakti domethënë që dhe drejta e tij për të mos u ekstraduar se pasi mund t'i rrezikohet jeta në Shqipëri. Këtë nuk e ka. Nuk e ka këtë mundësi ta thotë, sepse ai thjesht ka qenë një biznesmen i cili ka, le të themi, ka marrë parat nga tenderimet që bënden në shtetin shqiptar, ka shkelur ligjin dhe unë besoj fort domethënë që nuk do ketë asnjë lloj arsye që Franca të mos e ekstradojë. Tani çështja e sekuestrimeve, sepse aty rezulton që të ketë goxha pasuri fatikisht, llogari bankare 2 milion euro, 2 apartamente, kështjella në Ojse që ju e përmendët dhe shpjeguat shumë mirë, avionët. Tani çfarë ndodh me sekuestrimet ndërkufitare, avokat? Cila është procedura që ndiqet dhe respekton shteti partner në rastin konkret, Franca? Po, sigurisht që respektohen, por përpara se sa të konfiskohen, për të ardhur te konfiskimi do duhet që të ketë një vendim penal. Pra ato do mbeten pasuri të sekuestruara, dhe deri në momenti ku pastaj do i kalojnë sërish, do ju konfiskohen nga shteti shqiptar apo nga si thua shteti francez në rastin konkret, do duhet të ketë një vendim penal. Dhe vendimi penal nuk vjen sot për nesër. Do duhet që Ermal Beqiri të dënohet nga një gjykatë në Francë apo në Shqipëri me vendim të formës prerë dhe pastaj mbrapa ky dënim të jetë i tillë që ta kondicionoj, ta kushtozoj pasurinë e zotit Ermal Beqiri në raport me atë çfarë ai ka bler, pra në raport me këto prona të sekuestruara. Pra, e them më thjesht, ai të mos arrijë dot të justifikojë me paratë të cilat i ka bler këto prona, mënyrën apo riversimin atyre në raport me punën që ka bërë në Shqipëri. Sigurisht, në rasti konkret, ti e konfiskon një pronë në Francë, por shteti shqiptar nuk mund të bëhet pronari asaj prone. Mos ngatrohemi. Ajo pronë mund të dali në ankant, pra e ka fjalën këtu për shembull për avionët apo për shtëpitë që mund të ketë ai aty, dhe shteti shqiptar mund të përfitojë nga le të themi nga shitja në ankant. Nuk është se shteti shqiptar do shkojë do bëhet pronari Chateau d'Auteuil në më kuptove? E qartë. Pyetja tjetër, në rast ekstradimi që u vlerësoni që me 99% shanset janë që Ermal Beqirin nuk e pengon asnjë lloj procedure për t'u ekstraduar në Shqipëri, po themi në rastin konkret, ardhja e tij dhe përballje me drejtsinë shqiptare. Ju lë juve hapësirën të mendoni ose të dyshoni që ai mund të kthehet në një bashkëpunëtor të vlefshëm për sa i përket dosjes së akshit, ndoshta dhe më gjerë, dhe a krijon sikletet e kemra specifik ardhja e tij? Sikur të ishte kjo, kështu do ishte një perlë, dhe themi e drejtësisë shqiptare.
Pra, unë do para preferoja jashtëzakonisht shumë një të penduar të drejtësisë si Ermal Beqiri, se sa një të penduar të drejtësisë si Nureddin Dumani. Kjo është dhe qasja ime, ti e di fort mirë që unë kur vjen puna tek midis korrupsionit edhe kriminalitetit, unë zgjedh më shumë që të yshtet lufta e fortë drejt korrupsionit se sa drejt rrethimi kriminalitetit. Nuk e vret xhepin e shtetit shqiptar ose të qytetarëve shqiptar asgjë më shumë se sa korrupsioni. Pra, më mirë të kenë të jetë 10 kriminal për jashtë se sa të jetë një i korruptuar, zyrtar i lartë i korruptuar, të ngelet domethënë pa shkuar në burg. Pra, këtë unë e kam perceptim dhe nuk e ndryshoj dot. Dhe aq më tepër në rast se korrupsioni është një korrupsion i cili glon jep hapësirë krimit për të vepruar. Dhe në këtë pikpamje ndaj të njëjtën qasje me ju edhe unë pagatësi. Absolutisht po. Prandaj them domethënë që duhet që SPAK-u në rastin konkret, në qoftë se ka qasje, ka dëshirë, ka vullnet që të bëj një marrëveshje me Ermal Beqirin, ky do të ishte një nga ata personazhe të cilët pastaj mbrapa do duhet domethënë të çonin ndoshta pas hekurave edhe shumë njerëz të tjerë të korruptuar. E dyshoj fort këtë gjë, sepse nëse do duhet që SPAK-u ta bënte ose të luftonte korrupsionin në Shqipëri, do kishte pasur këtë lloj qasje, le të themi, do ta kishte bërë edhe me zotin Arben Ahmetaj. Nuk e ka bërë me zotin Arben Ahmetaj, nuk ka dashur ta bëjë, qofshin edhe me le të themi personazhe të tjerë, të cilët mund të ishin shumë të vlefshëm për të çuar pas hekura ata të cilët janë realisht drejtuesit që kanë futur, le të themi, kanë bërë korrupsionin më të madh në Shqipëri. Nuk bëhet ndot korrupsioni tek ai nënpunësi i thjesht i prokurimeve. Korrupsioni vjen nga drejtori, nga zëvendësministri, nga ministri, nga kryeministri. Dhe në momentin kur nuk arrihet në të tilla shkallë, atëherë për mua SPAK-u ka bërë një vrim në ujë, asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kur vjen puna tek korrupsioni, SPAK-u është zero me bisht. Kur vjen puna tek kriminaliteti, pastaj ka bërë ca punë, gjysma ti ka akoma thjesht në kërkim, gjysma ti ka çuar në burg, por gjithsesi le të themi aty ka bërë diçka, që të mos ja heq, mos i japin Cezarit atë që takon Cezarit. Kurse për sa i përket pjesës korruptive, Belinda Balluku sot është aty ku është, e shumë funksionarë të tjerë janë aty ku janë, Ilir Beqja është në shtëpi, Milina Kaçanaj është për kokër qefit duke u bërë plazh. Si u lirua Beqja e avokat, sepse realisht më bëri domethënë kjo çështja e tejkalimit të afateve të paraburgimit, më duket si një lloj personali ky, më duket si një lloj sigur e harruam në burg. Që ka dhe ky pra. Kështu është? Po nuk është kështu më jo, si që ka kështu, ti mendon domethënë që prokurorët e SPAK-ut janë kaq naiv sa nuk e dinë domethënë kur mbarojnë afatet e paraburgimit apo jo. Ironike bëra dhe unë pyetje, no? Tani po ta kujtosh ti rasti Beqja është si një lloj si rasti në Vangjush Dako. Thjesht analogjia qëndron, por vepra penale jo, sepse Vangjush Dako kishte vetëm shpërdorim detyrë, kurse Ilir Beqja kishte një sër vepra tjera penale për të cilat marzhi si të thuash i kohës afatit paraburgimit ishte më i lartë. Ajo që ka ndodhur me Ilir Beqjen në rastin konkret është fakti domethënë që pas hetimeve të bëra dhe pas rifillimit të gjykimit në procesin gjyqësor, le të themi, duket se kërkesa që ka pasur prokuroria për grup të strukturuar kriminal ose korruptive quajun, gjatë këtyre seancave gjyqësore duket se ka rënë. Dhe duke qenë se ka rënë, me shumë gjasa, SPAK-u, kur të shkojë në konkluzione përfundimtare në lidhje me çështjen Beqaj dhe ata të cilët lidhen me zotin Beqaj, Repaj, Rapaj e të tjerë, nuk do kërkoj një dënim i cili shkon për te 10 viteve apo 12 vite, si kundër është parashikuar dënime të cilat kanë të bëjnë me grup të strukturuar kriminal. Duke pasur këtë lloj qasje, atëherë kodi jon i procedurës penale në nenin më duket 263, që mos ngatrohem, thot që nuk mund të qëndrojë në paraburgim një person më shumë se sa 2 vite, në qoftë se vepra penale për të cilët ai mund të akuzohet në fund nuk i kalon marzhin e 10 viteve burg. E kuptova. Në rastin konkret, zoti Beqe
e kishte kaluar këtë lloj afati ligjor, sigurisht me harresën edhe të prokurorëve të SPAK-ut, ose me ndryshimet e prokurorëve të SPAK-ut, edhe zoti Beqaj, Oço, buku, shkon dhe na shef sonde nga divani. Nuk është faji Beqajt, kështu funksionon drejtësia, këto janë nene, këto janë ligje, këto janë rregullat e lojës juridike. Pastaj një tjetër, s'kam gjë unë me zotin Beqaj, ama kërkon drejtën e zotit ai apo cili do tjetër që të kërkoj të drejtën e vet. Këtu unë kërkoj llogari për atë të cilët u japim rrogën. Dhe rrogën ata prokurorët e SPAK-ut e marrin nga ti, nga unë, nga gjithë shqiptarët. Për këtë e kërkoj llogarinë. Unë kërkoj llogari zotit Beqaj apo avokatët e zotit Beqaj që i cilët as kanë bërë asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak se sa janë referuar kodit procedurës penale dhe kanë shikuar marzhet në mënyrën se si ata do duhet të qasen kësaj çështje gjyqësore. Pyetja është, në retorike sigurisht. Ore, po si harrove ti prokurori SPAK-ut që mund dilte zoti Beqaj nga burgu? Nëse pas ka qenë kështu, pse pas ke marrë merrna më zotëri nderuar? Tani, meqense jemi këtu, një tjetër moment edhe është një lloj, le të themi, denoncimi publik që u bë nga kreu opozitës, ndjes nga kreu Partisë Demokratike Sali Berisha, pas paraqitjes në SPAK që tha bëri një lloj krahasimi të prokurorisë posaçme SPAK me një mini maternitet me inkubator, duke thënë që një pjesë grave, të cilat lidhen kryesisht emra politik, mund të përfitojnë një lloj, le të themi, amnistie nga drejtësia për shkak të shtatzanive. Sigla lutem. Kjo që unë po thoja, është neni 230.2 e kodit të procedurës penale. Tani, avokat Leonard Karaj, tani çfarë është ky nen, çfarë është kjo që tha Berisha, ka të vërtet brenda, ka ndodhur kjo në SPAK apo nuk ka ndodhur? Neni 230, si thua, parashikon masat favorizuese ose ndaluese ndaj personave të cilët janë nën hetim nga organi i akuzës. Në rasti konkret, nuk mundet të futen në burg ose në paraburgim me themi, persona gra shtatzana ose gra të cilat kanë fëmijë, le të themi, në gjy, apo pra për persona të cilët kanë, le të themi, këto rekuizite të parashikuara sipas në 230 2-3 me radhë të kodit procedurës penale. Pra i ka paraqitur ligjvënësit. Duket sikur ka vërtet në një lloj qasje të tillë. Po ta kujtoni, ajo Laxoca në kulmin e hetimeve ndaj asaj, krahasisht ngeli shtatzan. Sigurisht kam asnjë gjë me të, ngeli shtatzan për ditë për mua, se më intereson fare si çfarë bën ajo Laxoca, pra bashkëshortja e zotit Eriu Veliaj. E njëjta gjë duket si kundër përflitet edhe për zonjën Kaçanaj, apo për atë që është, le të themi, perla e perlave, Belinda Ballukun, të cilën e ka, le të themi, atakuar edhe në daljen e tij zoti Berisha para 2-3 ditësh, më duket, ditën e anë. Pra, është kjo lloj qasje të cilën mundohen domethënë të përfitojnë, po them. Por ama neve do duhet i themi gjërat ashtu si kundër janë në realitet. E kujton Andi përpara një 10 ditësh ti, unë e kujtoj fort mirë, sepse u irritova jashtëzakonisht shumë si qytetar dhe sigurisht edhe si një njeri i ligjit. Një zonjë me një fëmijë të vogël në gjy, 7 apo 8 apo 9 muaj, se nuk e mbaj mend fiks sa muaj ishte, dhe me 2 fëmijë të tjerë, njëri 4-5 vjeç, autik dhe tjetrin 2 vjeç, u ndalua në Rinas dhe për shkak të një dënimi të pasbatuar të 2 apo 3 vite më përpara, u mor nga policia e shtetit dhe u dërguar në burgun e grave në Pojs, me fëmijë në gjy. Tani, unë nuk di pa drejtësi më të madhe, njerëzore, nuk po flas ligjore, njerëzore, se si mund të çosh në burg një grua me gjy, me fëmijë në gjy, dhe pastaj të pretendosh që Belinda Balluku, Kaçanaj e shumë gra të tjera, ustallesha të rilindjes, të ngelin në grup shtatzana, ndonse edhe janë edhe në një moshë që shtatzania edhe u qëndron edhe nuk u qëndron. Dhe këto do duhet për shkak të ligjit, për shkak për të këtij neni 230 fraksion 2 të kodit procedurës penale të përfitojnë. Jo, pra jo, nuk mund të jetë kështu. Po çfarë ndodh me këtë nen avokat?
Sepse duhet të ndalë ndjesë që të bëjmë dhe një lloj paranteze që duhet kuptojmë bashkë me audiencën, tani të dy sy bashkë, ne përpiqemi të japim audiencës një qasje më të gjerë se edhe mund të përballesh me drejtësinë, por dhe mund të shfrytëzosh le të themi ligjet që janë në dispozicion për të përfituar në përballje me drejtësinë. Dhe ndoshta nuk janë vetëm të raste, se ne kemi edhe dosje të tjera që mund t'i përmendim pak nga pak, sepse spak fjalë e madhe, GKK fjalë më e madhe, mirë po disa dosje lënë ca hapësira për dyshim që unë krijoj ato si gazetar, krijoj dyshimet e mia. Tani me këtë nen, çfarë do duhet të ndodh? Do duhet lënë në fuqi sepse realisht një nën me fëmijë nuk mund të futet në burg. Se s'mund të është logjike, një nën shtatzan nuk mund të futet në burg. Ka zgjidhje? Është pyetje shumë e thjeshtë. Ka zgjidhje kjo histori apo jo? Sigurisht që ka zgjidhje mo. Cila është? Kodet, ligjet nuk janë bërë nga alienët, nga shqiptarët janë bërë, nga njerëzit janë bërë. Ligji nuk është lexohet si matematik, por interpretohet në gjykatë nga ana e gjyqtarit dhe sigurisht edhe nga prokurori që në rastin konkret do duhet të kërkojë. Tani pyetja që unë ngre është, ti thua domethënë që ka vendim gjykate, do duhet zbatuar sepse kështu i tillë është vendosur dhe kjo gruaja do të shkojë 24 orë apo 48 orë derisa të ndalë një vendim tjetër që të zbëj vendimin më parshëm sikur do ndodhi me atë zonjën atij që shkoi në burg. Kurse unë them domethënë që ky nuk është çështje matematikore, ky është çështje interpretimi. Dhe ligji do duhet të ishte interpretuar që në Barinas, nuk ishte nevoja fare që ti ta merrni atë zonjën dhe ta çojë në burg me bashkë me fëmijën. Sepse po të jetë i tillë, atëherë unë ngrej një pyetje për spakun këtu, jo për gjykatën. Përpara 2 ditësh e kanë rithirr dhe një herë zonjën Belinda Balluku për t'i komunikuar zgjatjen e hetimeve dhe faktin domethënë që ishte marrë pandeor edhe për 4 lotet e tjera të unazës madhe. Po, 31 korrik. Tani, më tregoti mua se cili do ishte ai shqiptar që do kishte mbi kurriz, mbi shpinë, këto vepra penale që ka zonja Balluku, grua apo burr. Dhe sot nuk do ishte në paraburgim. Asnjë, këtë ta jap me përgjegjësi profesionale. Asnjë shqiptar nuk do kishte mundësi. Po mirë avokat, ne shkelje barazis në tendera kemi. Se është një vepër që ne kemi diskutuar. Po, shkelje barazis në tendera, kur e shkel në anterë, ti nuk e se e shkele me këmbë, Andi. Ti shkele barazis në tendera rasti konkret do të thotë domethënë që ti ke përfituar financiarisht. Unë jam dakord me ty që ata zotrinjtë e spaku do duhet të ndryshojnë kategorinë e veprës penale. Nuk mund të jetë më shkelje barazis në tendera, po do duhet të jetë korrupsion. Dhe do duhet ta provojnë që është korrupsion, pra është punë e tyre, jam dakord me ju. Në koncept. Po këtë po flasim pra. Por nëse ti rri pa fund, duke kërkuar, Belinda dhe shumë shoqet të Belindës mund të ngeli 3 herë shtatzan në Andi. Kjo është historia ma. Të presim që të ngeli shtatzan me qëllim që mos shkojnë burg. Qose kemi këtë lloj qasje, po çfarë na duhet spaku atëre? Shiko, nuk mund të kemi një nen që ndalohet të ngele shtatzan gjatë kohës që në hetim. Ka disa përplasje logjike me shpërtoj. Që edhe një tjetër, nuk thash këtë. Unë thash faktin që zonja Belinda Balluku bën një vit e kusur që është në hetim. Zonja, këto të gjëra, të cilat ne po flasim sot, kemi një vit që i themin. Dhe kur i themi ne do të thotë që spaku i ka. Tani pyetja ime është, pse nuk është ndryshuar kategorizimi, kualifikimi i veprës penale për zonjën Balluku, dhe në momentin kur do ishte ndryshuar ky kualifikim, atëherë është teorikisht dhe praktikisht do duhet që të ishte marrë një masë shtrënguese ndaj zonjës Balluku. Kjo është pyetja që unë ngre. Pra unë nuk jam kategorik që të them që kjo zonjë do të shkojë me patjetër në burg mua. Unë jam me idenë edhe një herë. Unë jam i ligjit. Unë jam me idenë që ti nuk mund ta mbash një person në shantazh e sipër. Sikundë Belinda Balluku thuhet që mban në shantazh Edi Ramën, spaku nuk mund të marrë shantazh Belinda Ballukun. Pra, ose ka bërë korrupsion dhe aku janë letrat dhe të shkojnë direkte përpara gjykatës dhe shqiptarët marrin veç çfarë historia, ose duhet të pushojnë hetimet dhe të mbyllet kjo histori një herë mirë dhe Belinda Balluku të vazhdojë jetën e saj, o zotëri nderuar. Dhe unë për këtë nuk e kam vetëm për zonjën Balluku, por për cilin do funksionar këtij vendi. Nuk mundet të rrim neve sot e 7 vjet duke kërkuar akoma gjilpërë në kasht. Ne po na vjen këtu treni përpara, teatri, inceneratorët, Drageta, Ekoparku dhe akoma Erion Velien
akuzojmë ose e kemi marrë në si të pandehur për të brendshmet e Ajona Xhoxhës. Pra nëse jemi në këto kushte, më vjen keq burr, po ishim më mirë ashtu si çishim. S'kishim nevojë për spakun. Dhe e qartë. E qartë. Mirë avokat, faleminderit, do të ndalemi në një tjetër moment. Do doja të diskutonim pak për aeroportin e Vlorës. Është një temë të cilën ne kemi diskutuar këtu në Sken Krimi, për plasjet që kanë pasur kompanitë, për plasja e kompanive me shtetin, çështje që ka shkuar në gjykatë, mirë po çfarë ka ndodhur? Shteti shqiptar duket se po përgatit letrat për zgjidhjen e koncesionit. Në anën tjetër kemi pasur edhe një reagim publik nga zoti Bexhet Pacolli, i cili ka në pronësi kompaninë që zotëron pjesën më të madhe të kuotave të investimit në këtë aeroport dhe që tha, shteti shqiptar po shkon me këmbët e vet, apo themi pak a shumë drejt arbitrazhit ndërkombëtar.